Përshëndetje të nderuar miqtë e mi. Po vim me historinë e radhës. Një histori në fakt që do t'ju trondis të gjithëve. Këtë rrëfim ma ka shkruar një burr i cili po mban brenda vetes së tij një sekret. Një sekret që po doli shkatron gjithçka. Ai ka krijuar një lidhje dashurie me gruan e shokut të tij, një lidhje që po mbahet e fshehtë, është intime, por që po vazhdon edhe në ditën e sotme kur të dy palët kanë marrëdhënie. Ka mëkate që nuk bëhen nga urrejtja. Ka tradhti që nuk lindin nga lakmia. Ka gabime që fillojnë si heshtje dhe përfundojnë si varr ndërgjegje. Kjo është historia ime. Një histori që për 5 vite mbajta të fshehur si një plagë që nuk guxoja ta shikoja në pasqyrë. Historia e lidhjes sime me gruan e shokut tim më të ngushtë. Njeriu të që unë e quajta vëlla. Në fillim, gjithçka ishte normale. Ai ishte shoku im i fëmijërisë. U ritëm bashk, u rahëm bashk, qeshëm bashk, ëndruam bashk. Kur ai u martua, unë isha shumë i lumtur për të. Në fakt ai ishte i bindur se kishte gjetur gruan e jetës. Dhe unë, në këtë mes, i aurova me zemër. Ajo ishte e qetë, e sjellshme, e rezervuar. Nuk kërkonte vëmendjen, nuk fliste shumë. Por sytë e saj tregonin një lodhje që nuk përputhej fare me buzëqeshjen. Nuk e kuptova atëherë se pikërisht ajo heshtje mua do të më fundoste. Fillimisht filluam të flisnim rastësisht. Në festa familjare, në ndeja shoqërore, në momente ku ai largohej për punë dhe ne mbeteshim në të njëjtën hapësirë. Në fakt asgjë e dyshimt. Vetëm biseda, vetëm mirësjellje. Por bisedat zgjasnin pak më shumë se ç'duhej. Filluan pyetjet personale. Filluan rrëfimet e vogla. Filloi ajo ndjesia e çuditshme kur dikush të kupton pa të pyetur shumë. Ajo më fliste për vetminë e saj. Për faktin se burri i saj ishte gjithmonë i zënë. Gjithmonë larg. Gjithmonë i lodhur. Nuk e shante kurrë. Dhe kjo më bënte ta ndjeja në fakt edhe më shumë faj. Takimet tona u bën më të shpeshta. Rastësisht, gjithmonë kishte një arsye. Një punë për të kryer, një rrugë për të bërë, një problem për ta zgjedhur. Dhe ne shkonim edhe vinim bashk. Gjithnjë e më shpesh. Derisa një ditë pa e thënë askush me fjalë, e kuptuam se kishim kaluar një vit që nuk duhej kaluar. Nuk pati deklarata dashurie, nuk pati premtime, vetëm një heshtje e gjatë dhe një shikim që na tradhtoi të dyve. Ajo heshtje po zgjat për 5 vite. 5 vite frikë,
5 vite gënjeshtra, 5 vite ku në fakt ne jetonim 2 jetë paralelisht. Askush nuk e dinte, as një mik, as një familjar, as edhe ai. I shikoja sytë e shokut tim çdo ditë dhe ndjesha si tradhtari më i madh. Ai më besonte verbërisht, më thriste vëlla, më linte çelsat e shtëpisë, më tregonte problemet e tij. Dhe unë e dëgjoja duke e ditur se po ja shkatroja jetën, në fakt pa e ditur ai. Ajo qante shpesh, thoshte se ndjehej e ndarë në 2 pjesë. Një grua që përpiqej të ishte e mirë dhe një grua që kishte rënë në mëkat. Dhe unë që përpiqesha ta qetësoja, por në të vërtetë po e mbaja të lidhur pas meje. Shpesh kur bisedonim, i thoja se duhej ta ndalonim këtë gjë. Se kjo po na shkatronte të gjithëve. Por sa herë që largoheshim, ktheheshim prap. Sepse lidhjet e ndaluara janë më të forta. Jo sepse janë të bukura, por sepse ushqehen me frikë dhe adrenalin. Jetonim me ankth, çdo telefonat na ngrinte zemrën në fyt. Çdo hap në rrugë na dukej sikur dikush po na shikonte. Çdo mesazh i fshirë ishte një lutje që e vërteta të mos të dilte kurrë. Por e vërteta nuk ka nevojë të zbulohet, ëh? Ajo ndjehet. Shoku im filloi të ndryshonte, u bë më i ftohtë, më pak i hapur, më pak i qeshur. Nuk më pyeste më si më parë, nuk më tregonte gjithçka. Dhe ajo filloi që të sëmurej shpirtrisht. Atëherë kuptova që gjithçka në këtë mes kishte marrur fund. Nuk pati përballje, nuk pati zbulim publik, vetëm një ndarje e heshtur mes meje dhe saj. Lot, dridhje dhe një premtim që nuk do të shihemi më. Sot jetoj me pasojat. Shokun tim e kam humbur edhe pse ai në fakt nuk e din. Ajo jeton ende me të, por unë e di se ajo bar do ta ndjek gjithmonë. Dhe unë jetoj me fajin që nuk më lë edhe të fle. Sepse ka tradhti që nuk falen, jo nga njerëzit, por nga vetja. Dhe nëse dikush po e dëgjon tani këtë rrëfim, dua t'i them vetëm një gjë. Mos luaj me besimin, mos prek atë që është e shenjtë, sepse kënaqësia kalon, por faji mbetet për jetë. Në fakt, kjo është një histori që është shumë e dhimbshme, por që tregon se zotëria sot është penduar, po sa vonë është. Unë them gjithmonë që mos prekni në këto ngjarje, mos prekni kështu sepse shoku është vëlla, edhe gruaja ti është motra jote.